Albania Space, kanali më i ri në YouTube. Subscribe, like dhe comment kanalit më të ri të shqiptarëve anë mban botës. Stuhi e vërtet emocionesh shpërthen në momentin që Sadakati merr vesh se Borani është gjallë. Pa humbur kohë, ajo thërret e rolin, avokatin e familjes, i cili kishte përgatitur paraprakisht formularët e divorcit. Vendimi i saj është i prerë. Alia dhe Cihani duhet të ndahen menjëherë. Sadakati mbleh të gjithë familjen dhe me një ton autoritar u kërkon Alias dhe Cihanit të firmosin divorcin, pasi sipas saj martesa e tyre nuk ka më asnjë kuptim tani që Borani jeton. Por reagimi i Alias është i furishëm. E lënduar dhe e mbushur me zemërim, ajo shpërthen. Ti nuk je askush që të më tregosh mua çfarë duhet të bëj. Nuk kam asnjë faj për gjithçka që ka ndodhur. Unë erdha në këtë familje me arkivolin e Boranit në një vend që nuk e njeh fare, vetëm për të përmbushur amanetin e tij. Kam vuajtur për një vit të tërë dhe tani më thuat të kem turp. Turp duhet të kesh ti. Alia i kujton Sadakatit se sapo kishte hyrë në atë shtëpi, ishte detyruar të martohej me Cihanin, vetëm sepse kështu kishte lënë amanet Borani. Nëse Borani do të më kishte dashur kaq shumë, nuk do të më mbante të fshehta të gjitha rreziqet që e ndiqnin. Si mund t'ja besonte jetën time një të huaj dhe jo gruas së vet, dhe tani më gjykon mua. Ajo e bën të qartë para të gjithëve. Unë dhe Cihani nuk kemi bërë asgjë për t'u turpëruar. Nuk i jap llogari askujt për jetën time nga sot e tutje. Në mes të tensionit, ndërhyn Cihani, i cili përpiqet që të sojë situatën. Ai shprehet se nuk do të ketë një divorc të nxituar. Ne nuk do të ndahemi tani. Borani është ende në koma. Do të presim derisa ai të zgjohet. Por Sadakati nuk tërhiqet. E bindur se djali i saj do të rikuperohet, ajo u hedh një akuzë të rëndë. Apo mos po prisni që ai të vdes. Fjalë që e ndezin edhe më shumë situatën. Alia, e palkundur, i jep fund debatit me një përgjigje të prerë. Ne nuk do të ndahemi. Ndërkohë në spital po ndodh diçka që askush nuk e priste. Borani vazhdon të jetë në koma, por pranë dhomës së tij ndodhet Denizi i vogël. Në një moment prekës, Borani duket se reagon ndaj zërit të djalit. Gjishti i tij lëviz lehtë. Një shenjë vogël, por jashtëzakonisht shpresthënëse. Mjekët dhe familjarët e marrin këtë si një sinjal pozitiv, ndërsa shpresa rikthehet. Të gjithë presin me padurim momentin kur ai do të hapë syt. Megjithatë, drama nuk mbaron këtu. Sadakati i kërkon Alias t'i sjellë Denizit për të parë të atin. Por Alia refuzon menjëherë. Për të, djali është shumë i vogël për të përballuar një tronditje të tillë. Të shoh baban që e ka menduar të vdekur për një vit, të shtrirë pa ndjenja në një shtrat spitali. Ajo ka frikë se kjo mund ta traumatizojë thellë. Por Sadakati mendon ndryshe. Në mendjen e saj, Denizi mund të jetë ilaçi që do ta zgjojë Boranin, dhe duket se është gati të bëjë gjithçka për ta futur nipin në atë dhomë, pa menduar për pasojat emocionale që mund të ketë tek fëmia. Tani mbetet një pyetje e madhe. A do të zgjohet Borani dhe të ndryshojë gjithçka? A do të përfundojë martesa e Alias dhe Cihanit? Dhe deri ku është gati të shkojë Sadakati për të rikthyer familjen si më parë? Drama sapo ka filluar dhe përplasjet më të forta duken ende përpara.